Pas mesnate ka nisur procesi i numërimit në të gjitha KZAZ-t e qarkut të Shkodrës, përfshirë edhe KZAZ numër 2, e cila është instaluar pranë Pallatit të Sportit Qazim Dervishi. Ajo është më e madhe dhe përmban të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër. KZAZ numër 2 numëron 106 qendra votimi me 70.959 zgjedhës. Nga numërimi i nisur pas mesnate për subjektet politike ka përfunduar rreth 1/3 e tij. Procesi është ndjekur nga afër edhe nga vëzhgues të organizatave ndërkombëtare dhe përfaqësues të medias, ndërsa policia e shtetit ka garantuar sigurinë e plotë brenda dhe jashtë perimetrit të KZAZ-s. Kryetari i kësaj qendre numërimi, Gazmir Jahiçi, thotë se procesi ka patur një rrjedhë normale. Procesi i numërimit ka vazhduar normalisht. Kemi pas pak vonesa në fillimin e procesit, për arsye sa kanë ardhur të gjithë numëruesit. Procesi po vazhdon normalisht. Është pak i ngadalë për arsye të procedurave, se ka pasur diçka si risi këtë radhë. Por besoj që t'i kapim afatit që na ka dhënë edhe KQZ-ja për të përfunduar procesin e numërimit. Ne kemi 106, është një nga KZAZ-t më të mëdha. Do të ecim në ritme sa të mundemi, sepse edhe numëruesit lodhen, por do të mundon të ecim pa ndërprerje. Procesi i numërimit pritet të vijojë edhe përgjatohet në vazhdim për të gjitha qendrat e votimit që i përkasin KZAZ-s numër 2.